Dashi, sot ndikimi i uranit do t'ju detyrojë të bëni ndryshime të mëdha në mënyrën tuaj të jetesës. Ambicia do të jetë e pakënaqur dhe nëse jeni në një marrëdhënie, do të ndiheni më të vetëdijshëm për gabimet e së kaluarës. Ju dhe partneri do analizoni me kujdes çdo detaj, duke kërkuar edhe falje dhe përmirësim. Për ata që janë veçarë, do të realizoni disa takime, por ende nuk do të ndiheni plotësisht të gatshëm për të hedhur hapa të mëdhenj. Në ambientin e punës, ndikuar nga Mërkuri, do të ndiheni më të afruar me kolegët, duke krijuar një skuadër të unifikuar dhe të pamposhtur. Financat do të përjetojnë një seri përmirësimesh, kështu që nuk do të ketë arsye për të shqetësuar veten, ndërsa qetësia do të mbizotërojë në këtë sektor. Demi. Sot, nëse dëshironi që gjërat të ecin sa më mirë, është thelbësore të jeni realist në çdo veprim. Nëse jeni në një marrëdhënie, komunikoni me takt dhe për kujdes, sepse çdo gabim mund të çojë në një situatë që largohet nga kontrolli. Për ata që janë beqar, ekziston rreziku që të merrni vendime të paaftësuara, gjë që mund t'ju shkaktojë lëndime në përvojë. Në ambientin e punës, vendosmëria dhe këmbëngulja do t'ju bëjnë të pengoni çdo sfidë, duke ju lejuar të ecni përpara pa ndërhyrje të panevojshme. Në planin financiar, sot do të mbizotërojë një atmosferë qetësie, duke ju dhënë mundësinë të shihni përmirësime reale në situatën tuaj pa asnjë shqetësim të madh. Binjakët. Ndikimi i diellit dhe i hënës sot do t'ju ngjonë ndjenja të forta, por edhe sfida të reja që do të bëjnë rrugën tuaj më të vështirë. Nëse jeni në një lidhje, duhet të përgatiteni për diskutime të thella, pasi mos tolerimi për gabimet mund t'ju çojë në debate të fuqishme me partnerin. Për beqarët, është e domosdoshme të mbani një shikim realist, pasi duke kërkuar persona ideale pa pranuar kufizimet, mund të përballeni me shkënjime të shumta. Në punë, dita mund të duket disi e ndërlikuar, ndoshta do të mendoni të hiqni dorë nga gjithçka, por mos e bëni këtë, pasi qëndrueshmëria dhe vendosmëria do t'ju çojnë drejt arritjeve. Gjendja financiare do të përmirësohet më shumë se sa keni menduar ndonjëherë, duke sjellë lehtësi në menaxhimin e të ardhurave. Kaforia. Gjatë kësaj dite, Mërkuri do t'ju japë një impuls të ri për vendimmarrje, por me të njëjtën kohë do t'ju mbajë pak të kokëfortë. Nëse jeni në një marrëdhënie, bëhuni gati të hapni rrugë të reja komunikimi, duke dëgjuar partnerin me shumë vëmendje, fjalët e tepruara ose gabimet e mëparshme mund të sjellin komplikime serioze. Për beqarët, lejoni që përvojat e kaluara t'ju mësojnë të mos kërkoni qiqra në hell për të mbetur përgjithmonë me një status që nuk ju do. Në punë, pranojeni risitë me një mendje të hapur, shihuni të gatshëm të pranoni ofertat që kanë qëndruar në pritje. Ndërkohë, situata financiare mund të shfaqë disa dobësira të vogla, por me përmirësime graduale do të arrihet një qëndrueshmëri më e madhe. Luani. Sot, hëna do të favorizojë kontaktet e reja dhe do t'ju sjellë gëzim pafund në planin sentimental. Nëse jeni me partner dhe jeni në një marrëdhënie të gjatë, do të kaloni momente të ngrohta dhe do të mendoni për hapa serioz të ardhshëm, si planifikimi për një familje. Nëse jeni beqar, mundësitë për takime do të jenë të pranishme, por personat që do të hasni nuk do të përputhen plotësisht me preferencat tuaja. Në ambientin e punës, është e rëndësishme të qiroheni nga mendimet e këqija, besoni në instinktin tuaj, sepse këto do t'ju ndihmojnë të arrini rezultatet e dëshirueshme. Në planin financiar, mos vendosni kufizime të tepruara. Shpenzimet në maturi do të sigurojnë që asgjë të mos ju refuzojë mundësinë për rritje. Virgjëresha. Sot, bashkëpunimi i fortë i hënës dhe Venusit do t'ju mbajnë në një hap pozitive, veçanërisht në karrierë. Nëse jeni në një marrëdhënie, besimi tek partneri do të rritet dhe çdo përpjekje për të ndarë ndjenjat do të sjellë një harmoni të re. Për beqarët, një takim me dikë që ka shpirtin binjak mund t'ju bëjë të mendoni seriozisht për një lidhje të ardhshme. Megjithse do të jetë një hap të vetëdijshëm dhe i matur. Në punë do t'ju hapen shumë dyrë, duke e bërë çdo mundësi të kthyer në sukses. Ndërkohë, në planin financiar, nuk do të impononi kufizime të mëdha, situata do të mbetet dinamike, por me përpjekje të kujdesshme, çdo gjë do të fillojë të stabilizohet. Peshorja. Dita e sotme do të jetë shumë e pasur në planin intelektual dhe kreativ. Neptuni do t'ju ndikojë ta shihni jetën nga një këndvështrim i ri, duke ndryshuar konceptet e krijimit të marrëdhënieve. Nëse jeni të dashuruar, komunikimi me partnerin do të jetë i hapur dhe i mbrojtur, duke sjellë mesazhe pozitive që forcojnë bashkëjetesën. Për ata beqar, një takim i papritur me një person me shikim të parë do të bëjë që të reflektoni thellë për çfarë dëshironi për të ardhmen.
Në ambientin e punës, marrëdhëniet me kolegët do të përmirësohen, ndërsa kreativiteti juaj do t'ju ndihmojë të arrini qëllimet më të larta. Në planin financiar, sigurohuni që çdo shpenzim të bëhet me maturi, sepse edhe pse gjendja nuk do të jetë ideale, me disiplinë do të mbani kontrollin. Akrepi. Ndikimi i Venusit do t'ju favorizojë në jetën sentimentale, duke sjellë një valë emocionale që do ta bëjë çdo situatë më të ndjeshme. Në marrëdhënie do të ndiheni të mbushur me intensitet, ndërkohë që dëshira për ndryshim do t'ju shtyjë të provoni sfida të reja. Për beqarët, gjithçka varet nga burimi i energjisë së brendshme, mos të shprehni impulsivisht, sepse gabimet e pafalshme mund të sjellin pasoja të padëshiruara. Në ambientin e punës, çdo planifikim do të realizohet në mënyrë të koordinuar, duke e bërë që konkurrenca të mos ndikojë negativisht në lidhjen tuaj. Në aspektin financiar, edhe pse nuk do të jetë e përkryer, një menaxhim i kujdesshëm do të shërbejë për të sjellë përmirësime të qëndrueshme. Shigjetari. Sot, do të keni liri të madhe veprimi dhe do të ndiqni rrugën tuaj me vendosmëri. Në marrëdhënie, atmosfera do të jetë e jashtëzakonshme, partneri do t'ju bëjë të ndiheni si në përëndra, duke ofruar momente që do ta ngrohin çdo çast. Për beqarët, megjithse impulset për dashuri janë të forta, nuk do të arrini një lidhje të qëndrueshme me shikim të parë, kështu që duhet të jeni të menduar dhe rezervuar. Në ambientin e punës, profesionalizmi dhe talenti juaj do të brillojnë, duke ju ndihmuar të arrini majat e suksesit pa shumë përpjekje. Në planin financiar, mos u bëni barë nga shqetësimet, situata do të mbetet e qëndrueshme, duke lejuar edhe investime të vogla për të forcuar të ardhurat. Britshapi. Merrni kujdes me fjalët dhe mënyrën e komunikimit sot, sepse çdo gabim mund të ketë pasoja të mëdha. Nëse jeni në një marrëdhënie, partneri do të jetë i pranishëm më shumë se ndonjëherë, duke sjellë momente surprizë që do të forcojnë lidhjen tuaj, por mos lejoni fjalët e pavendosura t'i prishin ato. Për beqarët, është e rëndësishme të shfaqeni të hapur dhe sinqerisht, pasi vetëm kështu do të tërhiqni atë çfarë dëshironi. Në ambientin e punës do të aprovohen idetë dhe kërkesat tuaja, duke sjellë një ndjesë të kënaqësisë dhe vlerësimin. Gjithashtu, në planin financiar, situata do të jetë e stabilizuar, duke lejuar që çdo shpenzim të bëhet me një disiplinë të rrethë. Ujori. Sot, hëna do t'ju forcojë elokuencën personale, duke sjellë një energji që favorizon vendimarrjen e matër. Në marrëdhënie, partneri do të ju frymëzojë të shprehni ndjenjat më të thella dhe të merrni vendime të rëndësishme, duke sjellë një ndryshim të dukshëm në marrëdhënie. Për beqarët, kjo ditë ofron mundësi për transformime personale, megjithse duhet të ruani kujdesin për të mos bërë gabime në ndërmarrje. Në punë, strategjitë që ndihni do t'ju ndihmojnë të arrini rezultate të shkëlqyera, por sigurohuni që energjia juaj të mos mbingarkohet. Në planin financiar, ndonse shpenzimet mund të jenë të larta, kontrolli i disiplinës do të sigurojë që asnjë masë impulsive të mos prish rrjedhën tuaj të ardhurave. Peshqit. Sot, ndikimi i Neptunit do t'ju shtyjë të ndryshoni konceptet që keni për jetën. Në marrëdhënie, atmosferë pozitive do të mbizotërojë në momente të holla që do të sjellin gëzim, megjithse situata me partnerin mund të përballet me sfida komunikimi që kërkojnë kujdes të shtuar. Për ata beqarë, një takim fantastik mund të jetë fillimi i një ndryshimi të rëndësishëm, por ruani realitetin ndaj pritshmërive tuaja. Në ambientin e punës, do të ndiqni strategji shumë strikte, duke u përshtatur shpejt me situatat e reja, ndërsa në planin financiar, edhe pse gjendja nuk është ideale, shpenzimet e menaxhuara me maturi do të mbajnë situatën të qëndrueshme.